Po ju thëmë se nuk është e vërtet se ka jetë më atë mirë se në Kosovë. Nuk ka jetë më atë mirë se në Kosovë? Nuk është e vërtet. Le të shkojnë le ta shetitin botën, jetë më atë mirë se në Kosovë nuk ka. A mundesh me na treguar prej cilit vend deri sot në Kosovë? Po kthehem Po. prej Kinës. Prej Kinës, çka çiti punë në Kinë? Ka pas një panojër atje. Kemi qenë disa biznismen prej Kosovës. Ka pas mjaft. Shumë ka pas, është një panojër prej më të mëdhenjve në botë, ndoshta më i madhi në botë sa i përket teknologjisë. Ky ka qenë për prodhim makineri, bujqësi e gjonat e tjera. Kemi shkuar më shumë me marr informata se ku ka arrit teknologjia botërore, se sa për me ble, po ka pas edhe pjesëtarë të cilët edhe kanë ble pajisjet ndryshme, industriale për repartet ndryshme që punojnë në Kosovë, siç janë industria të Çumshtit, po dhe industritë e tjera. Çka të la më shumë përshtypje në Kinë? Është i raport që e kanë? Jo, nuk është raport, po më le përshtypje Kina se po përparon jashtëzakonisht shumë shpejt, ka ndryshuar shumë, ka investime shumë të mëdha, ka ndryshim shumë të madh, teknologjia kineze ka përparuar, ka avancuar, nuk është ajo Kina që ka qenë dikur, po tani ka një teknologji tjetër dhe është konkurruese në botë, ka një cilësi jashtëzakonisht shumë të mirë, po edhe ne po marrim përvoja prej Kinës si një vend që ka shumë banor, ne jemi shumë pak banor dhe shpeshherë kur del këso gjona, kur sheh se sa është bota madhe, Kosova duket shumë e vogël. Po, a pezavendëson dikush Kosovën e vogël në një shtet, apo ta përmbush shpirtin në një vend tjetër? Jo, s'ka shansa. Nuk ka shansa? Nuk ka shansa. Në Kosovë në duhe jashtëzakonisht shumë edhe nuk ndodh ndonjëherë diku një shtet në botë më pëlqen më shumë se Kosova. Keni udhëtu shumë na për botë besoj? Po, ku më thuash. Çka kemi të veçantë na shqiptarë që se kanë vende tjera? Po jemi na si njerëz. Unë mendoj se jemi njerëz më të mirë në botë. Jemi shumë të sjellshëm, jemi të mirë, jemi të dashur, jemi, si të them, një popull autokton, një popull i pa përzier, nuk kemi shumë përzierje brenda shtetit si në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut edhe kudo tjetër. Po sa i përket kokëfortësisë, a mundet me na kalu në i vend neve? Jo, nuk jemi kokëfort. Si jemi kokëfort? Jo, sigur të kishim qenë kokëfort, kishim qenë pak më zhvilluar se që jemi. Po me nënë që ashtu, a? Jo, ashtu është, nuk jemi kokëfort as pak. Nuk jemi? Jo, nuk jemi. Okej, çka do të na pas na model për i vendeve tjera për me përparu Kosovën? Po, ka shumë gjona, model pikës pari, duhet model të marrim ato vendet cilët e kanë zhvilluar arsimin në nivel të lartë, siç është Korea e Jugut, siç është Singapuri, që ata nëpërmjet arsimit kanë arritur nga vende që kanë qenë të pa zhvilluara, që kanë qenë vendet e korruptuara, në vendet e 70-ta, duke zhvilluar arsimin edhe ngritur në nivel të lartë kanë arritur të jenë prej vendeve më zhvilluara në botë. Edhe sot produktet koreane, edhe produktet nga Singapuri janë në tërë botën. Për shembull prej Singapurit e kemi TikTokun, që ka depërtuar këtë botën, po edhe kemi shumë kompani të cilat merren me financa të ndryshme, edhe kanë arritur të arrisin prodhimin nacional në nivel shumë të lartë. Nga ana tjetër nga Korea e Jugut kemi kompani të cilat prodhojnë televizor, kompjuter, telefona, Samsungu ka mrinë këtë botën, LG-ja, makinat e tyre, do thonë ata kanë arritur këtë në anë të shkollimit. Edhe ne duhet ta marrim si shembull shkollimin ata që kanë bë, edhe nuk është keq që nga Ministria e Arsimit e Republikës Kosovës të thonë njerëz në Singapur edhe në Korenë e Jugut të marrin përvojat e tyre që t'i sjellin këtu, që nëpërmjet arsimit ta ngrejmë nivelin e edukimit në vend, edhe të krijojmë kushte që edhe Kosova të arrijë zhvillimet që i kanë arritur të tjera. Sa i përket arsimit në Kosova, mendoni që ka cilësi të mirë? Për fat keq nuk ka. Edhe po du me ta bëj edhe një pyetje edhe juve si biznismen, a mundesh me na tregu pak a shumë sakrificat e tua që i ke bë për me qenë një biznismen i shkëlqyeshëm? Janë sakrifica shumë të mëdha, se ka qenë një kohë shumë e hershme kur kam filluar, domethënë vitin 92. Sakrificat janë çast të mëdha sa që nuk ka për mua domethënë një farë. A ke gjetë kohë për familjen të marrë me biznes? Për herë kum gjetë kohë për familjen. Për herë? Për herë kum gjetë kohë për familjen, jashtëzakonisht shumë kum gjetë kohë për familjen, nuk e kom lejuar që jeta ime të rjetë jashtë familjes. Po sakrifisat cilat janë? A rinia nashta nuk e mujt me shiju shumë? Sakrificë është koha, puna, cilën jem përkushtuar, domethënë se në Kosovë për me pas sukses ndryshon, nuk është niveli i punës që duhet bëhet sikur diku tjetër. Po punë ku bë aq shumë sa që thëm në qoftë se isha kthyer në kohë
ndoshta ashtu ne përballoj prapë, punoja shumë sa kom punuar deri tani. Sa orë në ditë ke punuar ose në Nuk ka lidhje sa orë, sa intensitet punës edhe sa produktivitet punës kom dhënë, ajo është më rëndësi. Pa je lodh ndonjëherë me thonë nuk po du me punu. Jem lodh, po më thonë nuk po du me punu, s'kom thonë kur. E çka të ka shtyt për me u kanë kaq suksesshëm? Po më ka shtyr se duhet na me i tregu botës se edhe shqiptarët mundin me bëj diçka të mirë që e bëjnë të tjerët, edhe me i tregu edhe vetës edhe të tjerëve se na mundemi. Na nuk jemi disa njerëz që e ka ndjell politika jugoslave tani serbe në mendjen e njerëzit se ne jemi të paaftë, ne jemi të pamundshëm, ne nuk bëjmë vetën, ne nuk mund të arrijmë sukses. Ajo ka qenë që më ka shtyr mua përpara që ne bëjmë sa më shumë që t'i tregojmë botës se ne mundemi të bëjmë vetën. Edhe unë kam mendimin se jo që mund të bëjmë vetën, ne kemi kapacitete me u thësh botën, globin. Mirë, po duhet pak të jemi më të bashkuar, edhe pak xhelos, ta dojmë shoqë më shumë, ta respektojmë më shumë. A po mendon se po punoj mjaftueshëm rinia në Kosovë? Jo, nuk po mendoj se po punojnë mjaftueshëm rinia, e as të moshuarit nuk po punojnë mjaftueshëm, duhet me bëj shumë më shumë, nuk duhet me dhon jetën në punë, po duhet me dhon kontribut pozitiv që ardhmja jonë më ndryshu. Mesazhi juve si biznismen, cili kish me qenë? Po mesazhi jem kish me qenë se pari, njerëzit mos që besojnë shumë partive politike, edhe mos t'i votojnë ata cilit nuk japin rezultat. Në qoftë se një parti politike pas 4 viteve i tregon këtij popullit se do të bën ato që nuk e ka bërë për 4 vite, unë i kisha dhënë 0 votë. Duhet të zgjedhen njerëz të cilët nuk janë provuar, njerëz të cilët janë të ri, t'i ndryshojmë, mos t'i lejojmë ata që kanë qenë edhe që s'po bëjnë kurrë hiç, edhe po na rrenin për ditë, mos ju besojmë atyre se pari e pastaj edhe vetë japim kontribut që të bëhet mirë. Po mendon me lënë politikën ashta pak më onash kish me qenë më mirë për rinin kosovare? Po, patjetër. Shumë më onash duhet me lënë politikën, e më shumë duhet më marrë me ekonominë e vendit. Me ekonominë edhe me arsimin. Me arsimi do të jetë i pari, edhe thelbësori, edhe duhet krejt ne si shoqëri të merremi me arsimin, me edukimin e fëmijëve tonë dhe gjeneratave që po vinë. Gjeneratat e reja që po largon shumë jashtë vendit për një jetë më të mirë, çka ju kishe thonë? Po ju them se nuk është e vërtet se ka jetë më të mirë se në Kosovë. Nuk ka jetë më të mirë se në Kosovë? Nuk është e vërtet. Le të shkojnë le ta shetitin botën, jetë më të mirë se në Kosovë nuk ka. Pare më shumë se në Kosovë ka, jetë më të mirë nuk ka. Nuk ka jetë më të mirë, po mendon që më e mirë është një jetë më e mirë se sa parja? Jeta më e mirë është shumë më mirë se paraja. Rregull. Shumë faleminderit për juve, faleminderit edhe për kohën që ndajtë me ne. Ju uroj sukses.